Fondi Shqiptar i Zhvillimit FSHZ ka shpallur hapjen e procedurës së prokurimit për ofrimin e shërbimeve të konsulencës, projektimit dhe mbikëqyrjes në kuadër të programit operacional 2025-2028 100 fshatrat. Fondi limit i parashikuar për këtë procedurë arrin në 56.63 milion lek, sipas dokumentacionit të publikuar në Agjencinë e Prokurimit Publik. Kontrata synon përsaktimin e standardeve dhe procedurave për realizimin e shërbimeve të projektit dhe mbikëqyrjes, me qëllim garantimin e cilësisë së investimeve dhe përputhshmërinë me legjislacionin në fuqi dhe zbatimin korrekt të projekteve që do të financohen në zonat rurale të vendit. Programi do të mbështesë realizimin e investimeve të planifikuara për periudhën 2026-2029, duke financuar shërbime teknike dhe procedurale të nevojshme për zhvillimin e projekteve. Në dokument theksohet se fokusi kryesor është maturimi i ideve të investimit dhe shndërrimi i tyre në projekte të zbatueshme në përputhje me standarde teknike dhe kërkesat e planifikimit territorial. FSHZ bën me dije se shërbimet e projektimit dhe mbikëqyrjes do të përcaktohen në fazën e dytë të mini konkurseve. Kjo do të thotë se jo të gjitha shërbimet e parashikuara në kontratën kuadër do të aktivizohen automatikisht, por do të kontraktohen sipas nevojave konkrete të projekteve. Paketat e shërbimeve mund të përfshijnë vetëm projektim, vetëm mbikëqyrje ose një kombinim të dy komponenteve. Në pjesën e projektimit, programi parashikon hartimin e masterplaneve, përgatitjen e termave të referencës dhe projekteve teknike të detajuara për investime në infrastrukturë dhe zhvillimin urban. Ndërhyrjet do të përfshijnë përmirësimin e konektivitetit, ndërtimin dhe rehabilitimin e rrugëve rurale dhe urave, zhvillimin e rrjeteve energjetike, telefonike dhe të teknologjisë së informacionit. Gjithashtu parashikohen projekte për rikualifikimin e hapësirave publike dhe shesheve urbane, mbrojtjen nga erozioni detar dhe lumor, si dhe ndërtimin e sistemeve për trajtimin e ujrave. Paketa e shërbimeve përfshin edhe projektimin e objekteve civile dhe publike, duke filluar nga ndërtesat rezidenciale dhe industrit deri tek objektet sportive, kulturore dhe administrative. Një pjesë e rëndësishme e programit lidhet me teknologjinë, inovacionin dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Dokumentet parashikojnë projektimin e objekteve industriale dhe teknologjike, sistemeve të informacionit, ndërtesave ekologjike dhe investimeve me eficiencë energjetike. Në fokus do të jenë gjithashtu impjantet industriale dhe mekanike, sistemet e automatizuara, impjantet e trajtimit të ujrave, si dhe projektet në sektoret e bujqësisë, bektorisë, përpunimit të qumshtit dhe bimëve medicinale. Përmes kësaj procedure, FSHZ synon të sigurojë mbështetjen teknike të nevojshme për zbatimin e investimeve që do të ndikojnë në zhvillimin ekonomik dhe përmirësimin e infrastrukturës në zonat rurale të vendit.